Djetarë kanë thënë se janë, të më thonë, 7 bazat të dhikrit. Dhe më thonë, nëse dënë me ndërtu këtë faktor që shduhet, edhe me pas fuqi lëvizës e njëtën tonë për ndryshim, do është të 7 baza fort fuqishëm me ndërtu apë. Sa të në këto baza apë? Këto baza këtë në idimi, këna ngumë apë, për jo si baza apë. Ka nëmë djetarët 7 baza apë. Baza e parë është e tesbih, subhanallah. Baza e dytë është e tahmid, elhamdulillah. Baza e tretë është e tehlil, la ilaha illallah. Baza e katër është e tekbir, Allahu akbar. Baza e pesë është la hawla wa la quwwata illa billah. Hawqala, kjo është fjallë e madhe, dhikri Allahut. Baza e gjashtë është astaghfirullah. Baza e shtatë, salavati, Allahumma salli ala Muhammad. Qëto 7 kush e ka të organizuara, të kuptuara, të pretuara si duhet, e lëvizin drejt çdo ndryshimi, me lenin Allah të mënduar. Me garancë të asaj që Allah ka përmendur. 7 baza të dhikrit, edhe ato që i funksionalizojnë këto 7 baza, janë 5 kuptime. Kuptimi i parë është ta përmendësh Allahun xhallahu ala në garim dhe me përmallim. E dyta të vëzër, dhikri me bindje dhe madhrim. E treta të nëzër, dhikri të përdoret si përkrahje dhe fuqizim. Pastaj të nëzër edhe e kuptimi 4 i funksionalizimit të dhikrit në favor televizjes për të ndryshuar në sezonat e adhurimit. Mos harroni që kjo tema jonë është inkurajimi përmes shembujve të dhikrit. Shikoni pejgamberi Allahu xhalla xhala, që kanë përmendur Allahun te bartër. Edhe e fundit të vëllezër, në kuptimit e durat të dhikrit, që pastaj e mundsojnë që të funksionon si ndihmes në vizje, për krahje e tjera është edhe varfria edhe nështrimi.